Ky treg specifik kërkon investime të mëdha dhe zakonisht numri lojtarëve në lojë, qoftë ata që importojnë, po që ata që kontrollojnë fikët, sigurisht ka premisa që ta abuzohet me këto pozicione. Prandaj tregjet nuk kanë 100% të lira, por edhe në vendet me modele më të larta të neoliberalizmit përballë neokeynesianëve, pra ata që kotizojnë në tregun e lirë dhe duhet të padukshme me ti që çdo gjë do të rregullohet në mënyrë automatike, që nuk është e vërtetë. Dhe nga tjetër ata që thonë që në çdo situatë duhet ta menaxhojë shteti. Tregu ka pasur problematika, institucionet përgjegjëse duhet marrin më shumë përgjegjësi për ta ndjekur nga afër tregun, jo për ta kontrolluar dhe reformuar atë.